A din ullaj dashër musliman se gjua e shëriatit, hadithat e pejgamberit thasem, faktikisht dënim nuk e kanë konsideru nëse goca e prek kamën tonë dhe të vlojnë trut. Kja dënimi ma i let, kur e kanë pyet pejgamberit thasem dhe i ka thonë, ja Rasulallah, Ebu Talibi asil mirë me ti, të kanë dimu shumë, ama nuk ka bo musliman. A i kisil ti dobi ati diqka, ajo ndim që ta ka bo, a i ka sil diqka dobi, tha po pejgamberi sasem. Tha mos mu paskon me pas punu këtë pun. Ebu Talibi ishte kon fund të gjenemit, tha po Ebu Talibi është një njeri që e ka dënimin më të let në gjenem. Tha nja Rasulallah qfar dënimi? Tha dënimin e ka si me hec me nalën bizjar edhe me i vluën trut e ati. Kja është dënimi që e ka Ebu Talibi më të let. Allah subhanu wa ta'ala në këtë ajet të muzikës dhe këngës po thot, o musliman, Allah po të thëret para se me vdek dhe me shku të aj. Pendoju Allah tanë, ktheju Allah tanë aj ti cili nuk le pas dore, tha aj cili nuk ka mor vendim ala, aj e që e ende se ka bragatis këta, tha e pret ata një dëdhnim i dhemshëm. E lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që mundëson gjithë muslimane që ti pendohen Allah sinqerisht, ti kthen ati sinqerisht, edhe dalin për Allah subhanahu wa ta'ala duke pastru zemrën atinve prej këti dënimi dhe prej kësaj belas që e shëmtu që e ka kaplu qdo tri apo e ka kaplu dhe qdo shtëpi.